Betejë e Bedrit ka ndodhur në vitin e 2 të Hijretit, saktësisht në 17 Ramazan, ditë e Xumë. Pra, kjo është dita kur ka ndodhur betejë e madhe e Bedrit. Është pyetur Zeid ibn Erkam, siç ka ardhur hadithit tek Imam Buhariu, se në sa beteja pejgamberi alayhi salatu wasalam ka marrë pjesë, është përgjigjur se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë në 19 beteja. Ajo e cila është shumë e rëndësishme për dëgjuesin para se të i qasemi kësaj beteje madhështore, një gjë duhet me ditë se muslimanët për 13 vite rresht Mekë u persekutuan, u dhunuan dhe u dëbuan nga Meka dhe mbi gjitha për shkak të tauhidit, njohshmërisë, për shkak të fjalës la ilaha illallah, pra nuk meriton askush të adhurohet me merit pos Allahut. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e la Mekën, është drejtuar ka Meka dhe i ka folur pra popullit të Mekës duke thonë o Mekë, pra i ka folur Mekës o Mekë, sikur populli yt mos më kishte dëbuar mu, asnjëherë nuk do ta kisha lëshuar pra Mekën. Prej dashnisë që ka pas për vendimin. Prej dashnisë madhe që ka pas për vendimin e vet. Në fakt, Hoxha Efendi, cili ka qenë shkaku kryesor apo prej kryesorëve, nëse mund të përmendim, i kësaj beteje? Shkaku kryesor i betejës së Bedrit ka qenë se të dërguarit të Allahut, pra pas hijretit në Medinë, të dërguarit të Allahut i vjen një lajm se Ebu Sufjani është duke u kthyer me një karvan të madh mall dhe pasuri drejt Mekës, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mbledh pra sahabët, ata të cilët ishin aty përreth tij, ku parafërsisht një numër ka qenë dikun 315 dhe 317, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet atyre dhe ju thot, këto janë karavanet e Mekës, pra Kurejshit, pasuria e Kurejshve gjenden në to, dhe ju thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të dalim se ndoshta Allahu i lartësuar pra u jep juve si plaçk e luftës. Pra ajo çfarë është më rëndësi me ditë se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalur për të luftuar në betejën e Bedrit, mirë po ka dalur për të kapur pra karvonin me mall dhe me pasuri mekazve, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra konsultohet me shokët e tij, me sahabët, dhe merr përgjigjen pozitive, ku pra muhaxhirët qëllimi tyre kryesor ka qenë hakmarrja, për shkak se janë dëbu prej Mekës, ndërsa ensarët pra për t'u bindur urdhrit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ajo çfarë është më rëndësishme me ditë Efendi se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjë prej ensarëve dhe muhaxhirëve nuk e kishte obligu për me dal në këtë kanë qenë të lirë. Po, kanë qenë të lirë dhe kanë thonë jemi të gatshëm me ardhmë me ty. Është një detaj shumë interesant që dua ta përmendi këtu. Dhe këtë dëshmon Suhejb Rumi radhiyallahu anhu. Suhejb Rumi ka qenë një pasunik i madh, tregtar i madh në Mekë, mirë po ka qenë ardhacak, dhe kur ka ardhur në Mekë nuk ka pas asnjë sen prej mallit dhe pasurisë, gjithë e ka fituar në Mekë, dhe kur don me bëj hijretin e takon paria Abu Xehlit në rrugë, thot ku e nisni me shku? Thot unë jam nis me shku Medinë, thot ti kur ke ardhur me durr në xhep, ana të kena dhon mall, kena dhon pasunit, kena bozënxhin. Ka thonë ti s'është kollaj ti me lëshu kështu Mekën, ka thonë po nëse unë ju jap juve pasurinë time, ju tregoj se ku është, a keni me mliru? Thot po, dhe ju tregon se ku e kam shef pasurinë, dhe largohet kur mrin në Medinë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dëgjon, merr vesh për ndodhin se çfarë i ka ndodhur, i thot sa tregti të mirë dhe sa tregti fitim prur se ke bo o Suhejb. Pra, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qëllimin kryesor nuk e ka pas luftën, por e ka pas marrjen e mallit dhe pasurisë, e cila ka qenë malli tyre. Pasurisë se këta janë dëbu prej Mekës, dhe nëse lejohet me thonë kanë ardhur në Medinën e Profetit me durr në xhep, domethënë kanë marrë diçka sene të thjeshta sa për më u largu prej Mekës dhe